Dhe këto dy gjëra duhet kuptuar si duhet. Është shumë më rëndësi pra që muslimani këto dy gjëra, çështjen e marrjes së sebepeve dhe çështjen e tevekulit, ti kuptoj si duhet, nëse dëshirojmë që ta kuptojmë fenë e Allahut subhanahu wa taala si duhet. Kjo është çështje më rëndësi. Ibn Kaimi rahimahullah në njërin prej librave të tij thotë, nuk e shkatruan fenë dhe dunjan, edhe fenë edhe dunjan, vetëm se njerëzit të cilët nuk e kishin si duhet këtë mesele. Pra çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Thot sepse njerëzit jo fetar, po edhe shumë prej fetarëve ignorant mendonin se shkaqet, sebepet, gjërat e prekshme të kësaj bote, pra sebepet dhe gjërat e ligjeve të kësaj bote, ligjet fizike dhe ndodhit e kësaj bote, kundërshtohen me besimin në Allahun. Kundërshtohen me besimin në Allahun. Andaj ndoshta juve ju kujtohet për shembull kur keni mësuar në fizik apo ndoshta edhe në lëndë tjera se si e kanë trajtuar këtë çështje. Kanë thonë më herët në kohën e gurit, më herët kurdo qoftë, njerëzit i kanë parë fenomenet natyrore rreth vetes, do të thonë shkaqet dhe rezultatet e tyre. Këto janë shkaqet. Se çështja e sebepeve shkaqeve futet në shumë gjëra, siç do ta sqarojmë. Kanë thonë njerëzit më herët kanë menduar se për shembull vetima dhe shiu vjen prej Allahut, prej Zotit, është një fuqi e mbinatyrshme që e kontrollon këtë. Mirë po tash ne pra kam përparu tash këto më vonë Schmidt mendojnë se kam përparu edhe kanë qartë këtë mesele. Mirë po thot ne tash e kemi kuptuar se si funksionon çështja e shiut. Rret pra të bohen rrymimet ajo kjo dhe shkaktohet që të bjerë shi. Pozitiv, plus, minus, ajo kjo si e sqarojnë domethënë. Po ashtu edhe dukuri tjera, tërmetet. Më para kanë menduar se janë prej Allahut, kurse tash e kemi pasë shtresat tektonike lëvizin dhe shkaktojnë e kështu me radhë. Këta ignorant, po edhe ata më herët, nëse kanë menduar se me të vërtet shkaqet dhe krijimtaria e Allahut nuk janë njëra me tjetrën, domethënë në përshmëri njëra me tjetrën, këta kanë gabuar, edhe këta edhe ata tjerët. Një fetar i ditur i thot po, shiu vjen nëpërmjet shiun e elshon Allahu subhanahu wa taala. Mirë po këtë proces që ti e tregove e ka caktuar po i njëjti Zot. Ti tash pse e ke zbërthyer këtë proces, e ke kuptuar, nuk do me thonë se kjo e mohon krijimtarinë e Allahut, sepse Allahu krijon nëpërmjet shkaqeve dhe sebepeve. Dhe e kundërta, shumë prej njerëzve fetar, prej grupeve devijuara të muslimanëve, po edhe prej feve tjera mendojnë se besimi kundërshtohet prej këtyre gjërave, prej sqarimeve shkencore të dukurive natyrore, po edhe dukurive tjera në këtë botë. Mendojnë se kjo kundërshtohet prej besimit, dhe nëse beson se Zoti e ka bërë këtë, detyrimisht duhet ta mohosh këtë që e thot për shembull një realitet shkencor, edhe kjo është gabim. Andaj këto dy grupet njerëzve kanë shkaktuar që njerëzit kenë paqartësi në lidhje me çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Andaj është më rëndësi që të kuptohen si duhet, sepse përndryshe kemi mangësi në kuptimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala, po edhe mangësi në kuptimin e filozofisë, nëse mund ta quajmë kushtimisht, filozofisë jetësore, se si duhet të shkojë kjo jetë pra në mënyrë normale dhe ashtu siç e kërkon prej neve Allahu subhanahu wa taala.